Teksa Inspektoriati për Mbrojtjen e Territorit në Shkodër vijon aksionin për lirimin e hapësirës për ndërtimin e hyrjes së qytetit, aksion që nisi me përplasje me banorët e objekteve që janë planifikuar të shemben. Drejtuesi këtij institucioni për rajonin e Shkodrës, Emiliano Nika, vën të ditur se ka përfunduar procesi i shpronësimit për 10 objekte që do të shemben. Sipas tij, është gjetur mirëkuptimi me pronarët. Kanë përfunduar të gjitha procedurat e shpronësimit dhe sot rifillojmë punën për prishjen e gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes së qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpronësuara, do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Janë njoftuar, kemi zgjedhur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht pa asnjë rezistencë, asnjë problematikë. Drejtori i IMT-s Shkodër u shpreh se vijon aksioni edhe për lirimin e vijës liçenore nga ndërtimet. Paralelisht, vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Buna. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht dhe puna do zgjash për disa ditë. Pra, do pastrohet çdo strukturë e paligjshme në liçenin e Shkodrës dhe në shtratin e lumit Buna. Projekti për zgjerimin e rrugës nga Harku i Bërdicës deri tek ura e Baçallokut në Shkodër parashikon ndërtimin e një rruge me 4 korsi dhe një ure të dytë mbi Drin, e cila do të jetë paralele me urën ekzistuese.